Avokat, një pyetje nga Memaj. Une e kam problemin me rastin, me aktin e dhunës. Nuk ka lidhje edhe nëse është racore, për shembull. Edhe nëse s'është racore, ka organe tjera të cilat e trajtojnë edhe vendosin a ka pas bazë racore incidenti apo nuk ka pas. Po avokati e shpjegoi që nuk ka pas. Okej. Po më e dhëmshme është akti. Ne nuk po merrem a është racore apo racore. Ka mujt me qenë shqiptar, ka mujt me qenë indian. S'ka lidhje ajo. Po momentin e parë që ti e shef me sy dhe çfaqet në ekran, po edhe ka pas aty njerëz dhe prezant. Ka dhunë fizike ndaj një futbollisti 15 vjeçar. Nuk kemi absolut asgjë personale as me prindin as me kërkan. Ne e kemi me aktin edhe me mendësinë prindërore. Po edhe gjithë atyre që e kshyrin futbollin. Tash ti mund të mdel këtu edhe ma mbron mu rostin, edhe thush jo, oracore sa so. Nuk e zbe. Shkelmat e prindit që ja ka dhënë atina nuk i zbe. Edhe pikë. A apo pyetja e avokatit zoti Memaj, pyetjen që dashni më apo? Po, unë veç kisha dashur me ditë se nëse është racore apo s'është racore thash, a e zbe aktin? Tash ky fakt që nuk qenë karacor, si e trajton avokati? Okej. Sepse ka dhunë fizike, Zoti Vetoshi? Po, falënderit Blendi, është unë edhe fillimisht kur u kyqa në emision, kërkum falje për incidentin dhe për rastin. Dhe më tepër ju përkushtova pjesës që është quajt domethënë me motive racore. Si rast, si incident edhe ne e dënojmë, edhe ne domethënë nuk pajtohemi, e cilësojmë si të papranueshëm. Këtë akt edhe vetë prindi e ka pranu më pastaj, mirë po ato kanë qenë momente instiktive, emocionale, ndërsa unë më tepër e pata për shkak se opinioni i ka dhënë motive racore që realisht është edhe dëmton më tepër prindin dhe rëndon gjendjen e tij edhe emocionale, që kjo nuk është në rregull, për shkak se nuk ka elemente që dëshmojnë, domethënë, motivimin racor. A ka elemente që ka dhunë? A është akt fizik? A është dhunë fizike? Ashtu është, akti unë e thash është i papranueshëm, i patolerueshëm, edhe i ndëshkueshëm. E prindi tash ky rëndoj ka gjendja mi thonë që s'është valla ta kena ngjitur, kena thonë baza racore, a ato na tash nuk pe prak shumë emocionalisht që urrejnë fush. Tash është o Blend aty as po do me kuptuar çfarë punë jote. Jam të kuptuar shumë. Po shqip të vol mirë, të thash për shkak se veprimi i prindit nuk është dashur me ndodh. Mirë po ka ndodh, do të merren organet e rendit edhe drejtësisë. Shpresoj të drejtësia do të shkojnë këtë veprim. Mirë po qasja